Përshëndetje dhe mirë se rikthehet në një tjetër video të kanalit tim. Ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë jam Danja. Mi të nxori kokën nga doma. Dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Ndodhemi në Korçë, siç mund ta kuptojnë ata që kanë vite që më ndjekin. Ky ndryshim ambienti është në Korçë, në shtëpinë e Korçës. Dhe kemi ardhur sepse është festë e birës. Kemi marrë edhe një shokun e emres, Mehmetin, që ju e njihni. Kush e ka parë videon e Romës në prill, kur i këm po në prill. E kemi marrë edhe Mehmetin me vete, që të i tregojmë pak Korçën, atmosferën e Korçës, freskinë e Korçës. Është shumë ftohtë për mua. Unë kisha ardhur si zinxifille me pantallonka të shkurtra, edhe përfundova duke veshur pantallona të gjata të mamit. Kështu që kemi arritur në fazën që mund të veshim më bata njëra tjetrës. Edhe Se në pazari, është uani, saj. Jona ti ku është Elona? Se di që të takoj. Cila Elona? Elona, një shoqatime, që të komenton nga emri. Elona të përshëndesim. Elona shoqja e mamit. Elona shoqja e mamit. Dhe një arsye tjetër pse unë kam ardhur në Korçë këtë fundjavë, se para një javë isha kur u kthem nga pushimet, është sepse sot do të bëjmë një takim pas 10 vitesh me një pjesë të shoqërisë nga gjimnazi. Kanë kaluar 10 vite që unë kam mbaruar gjimnazi. Nuk e besoj dot. Si ikën këto 10 vite, kështu, hapem mbyll syt. Aty me shoqërinë e gjimnazit nuk mendoj që t'ju marr, nuk besoj se do ju marr dot me vete. Se do t'i marrë të gjithë me radhë t'i pyes se ke problem që të dalësh në videon time, ke problem që të dalësh në videon time, dhe nuk dua që të ndihen në siklet. Dua që ta shijojnë atë momentin që do jemi bashkë. Dhe pastaj do bashkohem me Mehmetin edhe me Emren, edhe do vim përdallë, do dalim. Ndërkohë që unë do jem me ata, Emreja do jetë duke i treguar Korçën Mehmetit. Imagjinoni domethënë se si është bërë gjendja që Emreja të tregoj qytetin e të dashurës së vet një shokut vet. Aman me aman. Sa po mbaruam takimin me klasën, me një pjesë domethënë, edhe po kaloj këtej nga gjimnazi. Kush më njeh mua e di që unë kam bërë shkollën te Malta, po kush më njeh ja e morët vesh te kolegji Preka. Sa më ka marrë malli. Sa bukur pas kam bërë. Tani do i takoj me Emren edhe Mehmetin. Kanë ngrënë bukë, më thanë, kanë ngrënë mëngjesin edhe po presin të pinë kafe. Kështu që po më presin mua. Edhe do dalim, do vem për dreka, nuk e di se nga do vem pastaj, edhe në darkë për festën e birës. Aha. Daha zayıftım, evet daha zayıftım. Şimdi bak, saçlarım var, kilo aldım, sakalımı kestim. Çok daha tatlı oldum. Bu benim ikinci vlogum, yani değişim videosu. Po. Ne söyleyeceksin? Ne söyleyeceğim? Beğenip abone olmayı unutmayın. Follow. Follow, like. Follow, like, ka follow, mua apo ty? You. Thash se mos. Me, you. Sneti. S'ke pun ti. Instagram adresimi aşağıya bırakıyorum. Po, Kemi dalë tani, do vem të pim ndonjë gjë. Kishin shkuar në një vend që vem gjithmonë për të ngrënë mëngjes. S'kishte asnjë vend bosh, kishte edhe shumë radhë, kishte thënë duhet prisni një orë. Edhe pastaj kishin shkuar ende nga pazari. Kishin gjetur në një lokal se kanë shkuar. Kanalıma hoş geldin. Kanalıma hoş geldin. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Nerelisiniz? I'm from Tirana, Albania. You from? Korçë. Si s'mora mikrofonat unë jarova. Bu da kaç? Do you like Korçë? Po, shumë. Thuaj në Shqip, të pëlqen Korça? Ne? Të pëlqen Korça thuaj? Të pëlqen Korçë? Po. Ti? Ty? Po. Ty të pëlqeu Korça? Është hera e parë me Mehmetit në Korçë, e sollu me zor. Korça güzel bir yer. Öyle mi? Küçük ama. Çok kalabalık. Çünkü bira festival. O yüzden mi kalabalık? Evet. Ama o kadar kalabalık değil. Kızlar Normal. çok güzel ama. En sevdiğin bira hangisi? Korçë. Shikar, të bëjnë like, moj.
Ha, tjetër? Do vem në festë e birës sot. Do vem në festë e birës. Kismet. Si kismet? Dedi ki bira festivaline gelecek misin? Tabii ki. Pra ta erdhëm. Onun için buradayız. Pra ta erdhëm. Onun için buradayız. Danya bizlere vesile olup bizleri buraya davet ettiği için teşekkür ederiz. Rica ederim. İnce, çok kibar, hanım bir kız. Po më bën mua lëvdata. Berken çarpıldı. Po thot, u bë Danja vesile për të ardhur, thot më ftoi, shumë njeri i pastër, shumë e mirë, shumë e bukur, shumë çfarë the tjetër? Başka? Erdhën. Faleminderit. Okej, dhe vullë ishte ajo që më kërkova. Sa mirë. Ishte e fundit, kështu që. E po fati kismeti. Faleminderit. Shiko. Okej. Ai me ziti kaq ti ngatron. Ne dedin? Ya bak benim üstümden prim kasma. Ha? Benim üzerimden Ha. Tamam bıraktım dur. dolu kasma. Çek bir şey olmaz. Tamam bıraktım. Tamam. Ziza. Okej, dhe fit. Faleminderit. Evet. Uj me Ziza, erdhi? Bilmedizde. Hı. Bu işte Simlis. Evet. Zizilonja? Zilonya. Zizilonja. Zilonya. Ha. Sen de söyle. Zilonya. Benim aksanım çok iyi. Ben Korça'da doğmuş, büyümüş bir insan olarak. Fix. Aynısı. Oreti. Burası. Ha. Burayı böyle. Tamam bak böyle. Ha. Erzën qapa Oy, e mrejsë. Yağ lazım. Sa i ndyrë. Erzën qapa e mrejsë nuk e di se si ka fjetur edhe po më thot mua bëj masazh. Şey buradan geçiyor. Mora dhe akullore unë bashkë me Mehmetin. Pas kam dhije shijet e reja, akulloren më të mirë e gjeni, si t'ja u shpjegoj unë. Kjo pjesa këtu. Këtu. Ja ku është ajo akullorja atje lartë. Kishin dhije shijet e re me pjepër, se më përpara kam patur çokoladë, vanili edhe lule shtrydhe. Shumë e mirë kjo me pjepër. Hajde aşkım. Hajde aşkım. Hajde aşkım. Hajde aşkım. Niye öyle geliyorsun aklınız? Her delikanlının bir gelişi var. Nasıl romantik değil ya? Mehmet bu romantik bir şey mi? Hiç romantik değil diyor. O değil. Bence de. Haydi. Bir de çelikle insan yanar orada oğlum. Güneş de vuruyor. İndiğinde kızarmış olursun. Kızarmış piliç gibi olursun. Oraya çıkmadan önce düşünecektin onu. Ai, e ku ishte? O gjithë lart. Shikoni pak më të bukurën time, shikoni pak. Güzel gider. One eternity later. E që thoni ju, kjo është gjendja për të shkuar te festa e birës, po që mban kjo vjerë këtë dhëndër moj. Por kjo është rruga jo formale në një farë mënyre. Është rruga nga fshati i Drenovës. Kështu që njerëzit e kanë mësuar që nuk ka shumë trafik nga kjo rrugë, edhe vinë që këtej, edhe parkojnë në këtë lloj mënyre. Ashtu siç parkuam edhe neve. Festa e birës bëhet andej.
Jasminën dhe Stivin, edhe Stivin. Faleminderit shumë që jeni deri më shumë. Jeni shumë të mirë që të ty. Njeri unë e du Albans Skënderaj. Është kërën e vjetë kjo, pa e di. Përshëndet! Pasta dhe Albanit. Pasta dhe Albanit. Du kam absolutisht asgjë me Albanit. Asgjë. Thjesht jam pasë e ti. Shikoni kush ka ardhur? Hello. Ka ardhur Hamza! Jo e bani me të Hamzën? I don't think so. Hi. Shoku i Emrejs do thoja, shoku i Aleksios. Ose shani dalje për Albanin. We love Alban. She loves Alban, I don't. The next morning. Mirëmëngjesi nga ditë e diellit të ajo në fundit këtu në Korçë. Dje pasi ikëm nga feste birës nga ora 2 e ca, u pata mundësi fare të filmoja se isha e ngordhur. U bë shumë vonë, ishte shumë ftohtë. Mua s'po më pëlqente shumë të dëgjoja muzikët që kishte atje dhe u mërzita. Edhe kështu muhabeti. Sot u ngritëm, u veshëm, u bëm gati. Shkuam morëm lakror tani edhe erdhëm këtej nga parku Tiham, se pastaj ikim për kafe. Edhe aty ku marrim lakror ne te Mikmaku, nuk ka ku të ulemi, edhe u detyruam që t'i merrim në dorë t'i hajmë kështu. Sa freskët, ka është perfekte. Burası Do benim. Al burasını. Teşekkürler. Ju bëf të mirë. Këta pas pin kafe nuk zgjohen bre. Për gjumësh akoma. Qëndruam diku, jemi afër Quksit. Iram nga rruga e re sot, se ajo rruga e vjetër, shumë gropa, shumë tym, shumë rrugë e shëmtuar, e prishur, edhe doja t'i kja rahat. Edhe qëndruam tek një Alp Market që ka këtu, te një karburant, morëm ca dalliqe kokofilka. Edhe kur unë isha në tualet, me Mehmeti më kishte marrë çokoladën, më kishte marrë këta. Se ju thash përpara se të niseshim, më merrni një gjë të ëmbël, thash unë se mbajti mendja. E ndërkohë më morën edhe më kishte marrë edhe këtë. Sa për të gjeshur më erdhi. Merre tha, ty ta mora që të shikosh se çfarë surprize ka brenda. Tani çunat po pinë cigare jashtë, kurse unë po hata patatinka. Edhe pastaj do nisemi. Jemi lodhur, jemi kënaqur, unë për veten time. Çunat e di që u lodhen, sidomos dje njerë, u këputën fare aty nga që po rinim në këmbë te festa birës, derisa gjetëm pastaj një tavolinë, domethënë po i ruanin Hamza, Emreja dhe Mehmeti, po i ruanin ata që ishin ulur te tavolina, se i panë që po bëheshin gati për t'ikur. Derisa ikën ata pastaj që ulëm. Aty sikur u qetësuan pak, ama ishte ftohtë, ishte 14 gradë, 15-16 maksimumi. Ndenjëm ca pastaj se ishte Albani si çepat, edhe pastaj kur mbaroi Albans Skënderaj ikën. Ne zikemi dalë, se kishte trafik. Edhe pse i ram nga rruga e Drenovës. Se t'ja u thash, po këtë vit u bë në vend tjetër festa e birës, nuk u bë aty te terminali siç bëhej vit për vit. Do nisemi, do ikim. Evet. Do ikim? Po. Bravo. Ne demek? Gidiyor muyuz? Şimdi ben de prit. po diyorum. Before we go. Eğlendin mi sen? Kogdales'te eğlendim. I pëlqen më shumë Kogradeci se sa Korça sepse ka ujë, ka liçen. Korça da güzeldi. Korça. Soğuk ama. Soğuk mu? Evet, soğuk diyor Korça'da. Öyle. Tamam, hadi. Keyifliydi. Her şey için teşekkür ederiz.
Rica ederiz. Bizleri gezdirdi, dolaştırdı. Lütfen kanala beğenip abone olmayı unutmayın. Mos harroni të bëni subscribe dhe të bëni like sot në kanalin tim. Daha fazla böyle videoların gelmesi için kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Hajde tani të nisemi të vim në shtëpi të çlodhemi. Duhet të arë makina. Qëndruam në Elbasan sepse mua mu hap nepsi për fiq. Inshallah janë të mirë se si kam provuar akoma. Kur u kthyem nga Greqia javën e kaluar, doja të haja edhe nuk mora. Ngeli merak. Azıcık uyandım ben sanki. Sa e mira. Güzel mi? Çok. Yemin et. Sen de dene. Ben incir severim ya. Ha? İncir severim. Çok iyi. Nisemi. A few moments later. Arritëm në shtëpi më në fund. Kur jam në makinë, edhe më pyesin a u lodhe, them gjithmonë nuk u lodha, se nuk më duket lodhja aty në makinë, nga që ngulem atje edhe. Ama kur vi në shtëpi, edhe i çliroj të gjitha, bëj çfarë punë kam për të bërë, vendosje nëpër vende të rrobave në lavatri që më thet tash, aq lodhem, domethënë aty e ndjej lodhjen. Edhe tani për momentin jam shtrin një çik që të çlodhem, të marr pak veten për gjysmë ore del videoja e re që ju e keni parë. Videoja e re, domethënë është videoja e pushimeve, se kjo video i hyj kush e di pas sa kohësh do dalë. Edhe pastaj do ngrihem, do bëj dush. Po nuk kam takat fare, po flihet gjumë. Thjesht nuk dua të flet tani se pastaj s'flet gjithë natën. Aman. Kishte bërë porosi kur unë po flija, se më kishte zënë gjumi me qira fjala. Edhe kam marrë nga Toni. Qa ke marrë? Patate dhe kotoleta? Për mua? Ha? Hajde. Ne hajde. 2 days later. Jam duke blerë biletat për tek Max Amini. Edhe jam kështu po fluturoj. Edhe po punoj shumë shpejt se kam fikse mos më mbarojnë vizi gjeta. Inshallah nuk më mbarojnë. Max Amini po vjen në Shqipëri edhe unë kam nuk e di se sa kohë që e ndjek. Biletat po zhdukeshin kështu përpara syve të mi. Edhe kishin ngelur vetëm bileta shumë të shtrenjta, pastaj u hapën ca bileta të tjera të lira. Kështu shkruaj. Alo? Kam patatet për të skuqur. Kur do të nxitosh, bën gabime. Continue. Transaksioni pranua. Error thot. Nuk e dini se çfarë stresi jam duke përjetuar unë tani. Se është diçka që kam dashur kaq kohë që në momentin mami nuk kam kohë. Yes! Mora biletat, erdhi edhe konfirmimi. Tani mund s'kush patate të ratë. Po vjen mami me që fjalla me Aleksin. Tani që thoni ju, se doja ta regjistroja këtë momentin kur unë blija biletat e Max Aminit. Sot erdhi Aleksia në Tiranë, u kthye prap, edhe e solli mami, do me thënë me shumë mundësi janë duke ardhur, duke unë gjitur për në apartament. Por ositëm peshk, bëra unë patate të skuqura edhe do ham drekën bashk, pastaj mami do kthehet prap në Korçë. Dhe ndërkohë, hap Instagramin unë, dhe shikoj që kishte postuar një nga këto agjensitë e udhëtimeve, biletat për Max Amini, dhe thoshte edhe fillon që nga 50 euro. Edhe unë pardje e pash atë të Maxit që nuk ishin dalë akoma biletat, ishin coming soon. Futem që të ble edhe nuk po i selektoja dot dhe nuk e kuptova që ishin sold out pjesa më e madhe biletave, kishin ngelur vetëm rreshtat e parë. Por rreshtat e parë normalisht ishin shumë të shtrenjta, ishin ato vendet që mos të bësh roast, mos të kap lapsi për të tallur, domethënë
ishin nga 250 euro, kurse pjesa tjetër ishin 175, 195, në qoftë se doje të takoje Maxin ishin 295, do të thënë 100 euro më tepër. Tani qefi ma kishte që ta takoja, po nuk ishin shumë shtrenjtë. Unë e kapa pak më lirë biletën, e kapa 85 euro, mora 2, mora dhe për emren, edhe shqyr zotit, ishte një moment që unë kisha kapur, e kisha ngullur atë klikun të një bilet që ishte 65 euro, dhe nga ana tjetër pastaj u shfaqën 3 vende të lira me këtë 85-ën. Edhe unë direkt shkova dhe i selektova ato të dyja, se nuk doja që ti isha vetëm unë atje, ose që ti isha unë në një cep edhe Emrea në një cep tjetër. Megjithëse po flista me Emrea në telefon, Emrea po thoshte merr vetëm për vete, s'ka problem, mos merr për mua. Edhe kur u hapën ato vendet pastaj, i selektova ato të dyja, mora Dori në telefon, se edhe Dori ka shumë qef Maxin, edhe Dori tha, merr për vete, tha jepi shpejt se do të harxojnë, sa unë për veten time mora. Edhe kështu që i bleva. Oh, sa kohë kam që e pres, do më thënë që kur ka dalë njoftimi i parë fare që do vinte në Shqipëri, unë kam qenë kështu, duke e parë kur do dalin datat. Edhe jam shumë e lumtur që do vi, edhe që do shkoj ta shikoj si më besohet. The next morning. Good morning! Gati ta e nesërme dhe unë jam bërë gati. Cutie! Do të bëj edhe në qik buzët t'i luej pak fare, sepse Emreja më tha hajde të ham bashk drekën, edhe kush jam unë që t'i them dashurisë si jetës time jo nuk vi, edhe pse kam punë, edhe pse kam për të edituar dhe për të postuar video sot. Kështu që u vesha, prandaj ka të shkurtrat të Temu, kam lek të kanatiere në Greqi, tek tatuazi që ja u kam treguar, edhe sandalkat e mia që janë bërë prapis, po gjithsesi lahen kollaj. Te laguna, këtu te piramida, me idenë që të ecë pak, të përqen se erdha pak më herët, nga orari që del Emrea nga puna për pushim, dhe me idenë që këtu do kishte hije, gjoksomi, se vjeti rri shumë, edhe tani po kam shumë vap, po gjithsesi avash, vem des ta të shkoj ora që dalaj. Nuk shte marrë malli për këtë rrugën, sa është rruga që bëja kur shkoja në punë. Edhe pse të punuarit nga shtëpia ka të mirat e saj, që nuk e orar, do me thënë punon orar pa orar. Nuk të thot njeri hajde në këtë orë, ose pse erdhe vonë, ose që të kesh frikë që ke një shef mbi kokë etj. Ka edhe këto anët e këqia që nuk del fare nga shtëpia, do me thënë gjen atë rahatin e shtëpisë tënde aty brenda, as nuk vishesh, as nuk pispillosesh, madje kokën ndonjëherë nuk e kre. Në raste që jam shumë e lodhur. Po që prap unë vetë personalisht do zgjidhja më mirë të punoja nga shtëpia 100 herë se sa të punoja në zyrë, edhe me një shefe mbi kokë. Kështu jam gatuar unë, çfarë bëj? Mua zyra më mbyt. 4 mure rreth e qark mua më mbytin. Prandaj dhe unë e kam dashuruar punën e real estate-it, se punoja edhe në zyrë, isha edhe në teren, dhe vazhdoj dashuroj. Do i rikthej një ditë, është e sigurt. Kalovami të kuqe. Një vap që nuk di, do me thënë, që dhe mua më pëlqen vapa dhe nuk më bezdis, po jo, është smerë. Ora që gjë nga supermarketi, edhe për vete dhe për Aleksin. Dhe edhe tani ti që e këtem ka ardhur motra më jaman. Sigurisht, ti me motë shikon një nga syri, të siguroje që nuk ka një njeri që se nje, dhe pastaj hap derën me nga dalë, ti vetë kokën. Oh, sa freskët! Hello! Oj, vdiqa! Qa bëtë si kalut? Why so tiny? That's mine. Goddamn. Meri këto tash i gjerat e tua. I vleva djathë edhe një bingo. Vleva edhe një Red Bull për motrën. Do pimi Red Bull bashk? Red Bull? Po. What kind? Normal one. Po se pi normal. E di, prandaj mora për vete dhe për Emren. Bitch. Oh, zot. Ore mbarova ju them, po kulloj. Thash se do bajaldisesha
Deri në momentin që do vija në shtëpi. Thash se do më binde të fiktë. Shiko si ndryqoj një, shiko. Stank. I stink. Ja. Një parfumosur jam mirë me antisqetull me çdo gjë. I stink. Dhe duke qenë se ky vlog mbaroi, atëherë dhe unë do bëj mbylljen e këtij vlogu dhe do ju them mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, pavarësisht se ka thënë disa herë nëpër video me Mehmeti. Dhe të më ndiqni në rrjetet e mia sociale në TikTok dhe në Instagram dhe bashkë të shihemi në videon e radhës që është gati. Ju pu dhe ju përqafoj të gjithëve. Mua! Bye!